Përdorni rozmarin në këtë mënyrë dhe do befasoheni. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë ose ngadalësojnë shfaqjen e Alzheimerit dhe sipas ekspertëve italian, edhe mund ta trajtojnë atë. Deri tek ideja e ulëntimeve shkencore erdhën duke u bazuar në faktin se rozmarina ka një traditë të gjerë në shërimin dhe përmirësimin e kujtesës. Arsyeja pse ka dhënë edhe nofkën bima e kujtesës. Disa nga kompozimet e rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë edhe sugjerohet edhe përmes aromaterapisë. Po ashtu mendohet se edhe përdorimi i shampos me bazë rozmarine ndikon pozitivisht në ruajtjen e kujtesës. Nga sëmundja e Alzheimerit vjen deri te rënja graduale e qelizave nervore dhe lëvoren e trurit dhe më pas në rast edhe në zvogëlimin për 20% të masës së trurit. Përveç rozmarinës që përmirëson kujtesën, ajo lehtëson frymëmarrjen, punën e veshkave, tretjen si dhe përmirëson metabolizmin.